Presidenti francez Emmanuel Macron ka dhënë një mesazh që po të rëndit kryeqytetet evropiane. Franca do të rrisë rezervat e kokave bërthamore dhe nuk do të zbuloj me mallësinë arsenalit të saj. Në një fjalim historik nga një bazë nëndetësesh me raketa balistike, Macron paralajmëroi qartë: nëse përdorim arsenalin ton, asnjë shtet nuk mund ta shmang atë. Sipas Stockholm International Peace Research Institute, Franca ka rreth 290 koka bërthamore, por tani shifrat do të mbeten sekret. Macron prezantoi edhe një strategji të re, parandalimin e avancuar, që do të funksionoj paralelisht me NATO-n. Plani përfshin dislokime strategjike mes aleatëve evropian dhe ushtrime të përbashkëta ushtarake. 8 vende janë të interesuara: Mbretëria e Bashkuar, Gjermania, Polonia, Holanda, Belgjika, Greqia, Suedia dhe Danimarka. Por Macron vendosi një vit të kuqe. Nuk do të ketë ndarje të vendimit përfundimtar, pra, kontrolli mbetet vetëm në Paris. Franca, e vetmja fuqi bërthamore brenda BE-s, po sinjalizon se Evropa duhet të përgatitet për një epokë të re sigurie, mes luftës në Ukrainë dhe tensioneve globale.